Kalojmë në pikën e 7 të ditës. Është fjala për punën që propozohet tek ushtruesja e Presidentit të Republikës për 106 rregull 26. Pas nënshkrimit të memorandumit nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës me pjesë e punës së gjykatën apelit të Gjykatës Supreme dhe gjendja është normal. Në qënë si komisionit janë jo funksionale dhe është e nevojshme që Këshilli Gjyqësor të konstituohet dhe të vazhdojmë dinamikën e pilot. Konsideroj se është e domosdoshme që të funksionalizohet dhe të caktohen kriterët e komisionit. Vazhdo dhe çështja e zgjedhjes. Mendoj me qenë se është dita e fundit për neve dhe të certifikohet rezultati i anëtarëve të rinj. Mendoj se çështja e komisioneve të mbetet për një datë tjetër, pasi që na është absurde me vendos për mandatin e komisioneve dhe pa ju dhënë mundësi anëtarëve të rinj që të propozojnë ose edhe të zgjedhen në këto komisione, po mendoj që për këtë mbledhje nuk është arsyeshme të vendoset Ashtu siç e dimë gjithë me datën 9 qershor, Këshilli Gjyqësor ka miratuar materialin dhe datat e zgjedhjeve në gjykatat themelore dhe komisioni në bazë të planit kalendarik me datën 16 qershor ka organizuar zgjedhje në gjykatën themelore në Prishtinë, ku nga 4 kandidatë të vetë nominuar, kandidatja e kualifikuar në turnin zgjedhor ka qenë gjyqtare Valentina Sofjani. Në datën 17 qershor, komisioni ka organizuar zgjedhjet në gjykatën themelore në Gjilan dhe në Ferizaj. Në Gjilan nuk kemi pas kandidat të suksesshëm për të kualifikuar në turnin zgjedhor, ndërsa në Ferizaj ka qenë gjyqtari Ilija Fikici. Në datën 18 qershor, komisioni ka organizuar zgjedhjet në gjykatën themelore në Mitrovic dhe në Shpejt. Në Mitrovic kandidat të kualifikuar kemi pas gjyqtarin Aron Magjini dhe në PEI kandidati kualifikuar ka qenë gjyqtari Besnik Shana. Ndërsa me datën 19 qershor, komisioni ka organizuar zgjedhjet në gjykatën themelore në Prizren, ku sipas rezultatit të datës 19 qershor, kandidati e suksesshëm kualifikuar në turnin zgjedhor ka qenë gjyqtarja Vlora Bajrami. Në datën 22 qershor, komisioni ka pranuar një email ku kandidati respektivisht gjyqtari Besnik Shana është hequr nga vota dhe komisioni ka miratuar listën përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar për datën 23 qershor, të cilët kanë qenë gjyqtari Aron Magjini në gjykata themelore në Vega Vushtri, gjyqtarja Vlora Bajrami në gjykata themelore Prizren, gjyqtari Ilir Bytyqi nga gjykata themelore Ferizaj dhe gjyqtarja Valentina Sofjani nga gjykata themelore në Prishtinë. Në datën 23 qershor është mbajtur turni zgjedhor, ku sipas rezultatit nga këta 4 kandidatë të kualifikuar, votat e mjaftueshme për të zgjedhur anëtarë të Këshillit Gjyqësor ka fituar gjyqtarja Aron Magjini dhe gjyqtarja Valentina Sofjani. Është me rëndësi të theksohet se si në zgjedhjet e mbajtura në gjykatat themelore, po ashtu edhe turnin zgjedhor, kemi pasur monitorim nga partnerët ndërkombëtar dhe nga shoqëria civile. Po ashtu vlen të theksohet se gjithë procesi i tepimit zgjedhor është paraqitur drejt për drejt në vetpaqen e Këshillit dhe njërisi që ka qenë ka qenë se çdo vot e numëruar është paraqitur në ekran dhe gjithë pjesëmarrësit në problem kanë pasur mundësi ta shohin se si do të bëhet numërimi i votave. Unë para se të propozoj Këshillit për certifikim të rezultateve, dëshiroj të shpreh njërin time anëtarëve të komisionit gjyqtarës Afelida Bytyqi dhe gjyqtarit Paretovia, po ashtu edhe stafin mbështetës, të cilët asnjëherë nuk janë përfshyer që të kontribuojnë që procesi të zhvillohet në mënyrë më të mirë të mundshme. Andaj në bazë të elaborimit që bëra, unë i propozoj Këshillit Gjyqësor që të certifikojë rezultatet ku kandidatët e zgjedhur gjithsesi anëtarët e ri të zgjedhur nga ky proces zgjedhor
janë gjyqtari Agron Maxhuni dhe gjyqtarja Valentina Sopjan. Është me vota unanime, ka 10 vota certifikuar të zotati që duhet të zgjedhë ata Këshillit Ligjor të Kosovës. Stefan Societeti në